Kishte kërcëvar këtu në këta organizime? Kishte kërcëvar. Dhe kërcëvar me detyra, me përgjegjësi dhe me kontribute materiale. Përmes emna, do shta nuk... shumë, me siguri. Ka shumë edhe do të harrojnë në njënë masën e do të hynë nërhak t'i kuj. Prandaj, por, kishte kërcëvar, dhe më kujtohet që më ka njënë mbresa, impresion dhe nuk mund të harroj asë njëherë. Në një takim të këtyre nivelleve, ka marrë pjesë edhe profesori matë për mu i pavdekshëm asë njëherë, Suleman Eliezi. Erdhë prej Amerike, ishte nalë në Zvicër, edhe erdhë në një takim taktik. Bilja e kam parasysh se sot ishte i griposur, kishte pak grip. Edhe kur folte, kërkoj falje se ishte i gripos, po a fjalimi ati met shembullore dhe paharu për të gjithëve që ishën prezent. Pra, kërcëvarët ishën gjithmonë edhe gjithkund. Nuk e thamë këtë as për lavdat, as për merit, unë nuk e di pse edhe popull, ata një popull jemi, po ata lokalitetet tjera, nuk na kishën xhelozi, por na thoshë, po si mundeni me ju? Si mundeni ju jeni ka shtë gjatë? Nuk e di a ndjenja, a shtypja këtu në venditje që kishëm, qka i motivon të zdi kryesore, nuk ka aktivitet politik, kombëtar, në diaspor, pa kërcëvar.